Emisioni Personazhi në Fokus do të sjellë historinë frymëzuese të Ledio Xhelaj, 18 vjeçarit nga Selenica, i cili po ndjek ëndrrën e tij për muzikën popullore mes pasionit, talentit dhe emocioneve të moshës së re. I lindur në Selenicë dhe banues me Selenicës dhe Vlorës, Ledio u frymëzua 2 vite më parë nga notat muzikore dhe forca e zërit të tij, duke u bërë pjesë e aktiviteteve artistike të organizuara nga institucionet lokale, por edhe e gëzimeve familjare, kur kënga popullore mbetet zemra e shpirtit të tij artistik. Me interpretimet e tij ai sjell tek publiku emocionin dhe traditën e këngës popullore shqiptare, ashtu si jehona e dallgëve të detit që përplasin tingujt mbi brigjet e gurta të jugut. Historia e Ledio Xhelaj tërhoqi vëmendjen e stafit të emisionit Personazhe në Fokus pas një telefonate nga familjarët, të cilët janë ndjekës të rregullt të programeve të televizionit Apollon. Menjëherë stafi i emisionit udhëtoi drejt Selenicës për të sjellë nga afër historinë reale të një djali që jeton mes muzikës dhe shkollës. Në një ambient të gjelbëruar, përballë pyetjeve të gazetarit Ndriçim Gjoshi, Ledio tregoi emocionet e tij, duke dëshmuar se ndonjëherë për një artist është më lehtë të këndojë se sa të flasë. Një i ri në moshë, por me një zë që buron nga shpirti, ai sjell emocion dhe ndjenjë në çdo interpretim. Premtimi i stafit dhe dëshira e 18 vjeçarit nga Selenica tashmë është bërë realitet. Kjo është unë, Ledio Xhelaj do të jetë i ftuar i radhës në emisionin Personazhe në Fokus, që transmetohet çdo të shtunë në orën 21 në ekranin e televizionit Apollon. Mos e humbisni këtë episod emocionues, ku ëndra dhe realiteti bashkohen në tingujt e zërit të ëmbël të Ledios.